dua të flas për të ardhmen tonë të përbashkët, për një të ardhme e cila ndërtohet mbi dy shtylla kryesore e vendimtare: sigurinë dhe begatin. Pa siguri nuk ka zhvillim, pa begati nuk ka dinjitet, dhe pa të dyja nuk ka shtet të fortë. Le t'ja fillojmë nga e para, siguria. Siguria kombëtare për ne nuk është një koncept abstrakt. Ajo është reale, konkrete dhe e matshme. Së pari, shtrirja e sovranitetit në veri të vendit është një nga arritjet më të rëndësishme të shtetit ton viteve të fundit. Shteti sot është i pranishëm në çdo cep të territorit të tij. Ligji zbatohet njësoj për të gjithë. Kjo nuk ka qenë e lehtë, por ka qenë domosdoshme. Dhe jemi krenar që ja dolëm bashk të realizonim atë që të tjerët para nesh e quanin të pamundshme. Së dyti, për të siguruar se nuk ka regres tek arritjet e drejtanishme. Ne kemi rritur ndjeshëm buxhetin për ushtrinë, duke forcuar kapacitetet tona mbrojtëse dhe duke e bërë forcën e sigurisë Kosovës një ushtri me armatim modern. Këto janë arritje konkrete të cilat e rrisin sigurinë e qytetarëve tonë dhe besueshmërinë e shtetit tonë. Por natyrisht ne nuk ndalemi këtu. Në mandatin që na pret, do të investojmë edhe 1 miliard euro të tjera në armatim dhe pajisje moderne ushtarake, ashtu që kushdo që mendon se mund të na sulmoj, të mendoj 2 herë, e kur mendon 2 herë len krejt. Do të ndërtojmë fabrikën e municionit dhe dronëve, duke e kthyer sigurinë edhe në motor të zhvillimit ekonomik, teknologjik dhe industrial. Kjo do të thotë vende të reja pune, transferim njohurish dhe rritje e kapaciteteve vendore. Do të fillojmë programin programin e rezervës vullnetare në kuadër të planit për mbrojtje gjithëpërfshirëse. Secili e secila që don t'i dalë në mbrojtje vendit ton do të përfshihet në trajnimin bazik ushtarak dhe do të ketë armën e rezervuar personale të ruajtur në kazermë. Dhe në rast të mobilizimit, secili e secila do ta di vendin se ku duhet lajmërohet për të marrë armën dhe cilat detyra do t'i ketë. Mirë po, siguria kombëtare. Mirë po, të nderuar të pranishëm, siguria kombëtare nuk kufizohet vetëm në mbrojtje ushtarake. Siguria është edhe energji. Pa energji të qëndrueshme nuk ka ekonomi të fortë. E pa ekonomi të fortë nuk ka pavarësi e sovranitet të qëndrueshëm. Andaj, krahas investimeve që po bëjmë në energji të ripërtrishme,
për ta ullur ndotjen, ne të ndërtojmë kapacitetet të reja energjetike, duke i shfrytzuar edhe resurset tona të lignitit me teknologji moderne që ndotin më pak, siç është gazifikimi. Kjo është rruga jonë, të përdorim pasurinë që kemi me mençuri dhe përgjegjësi për ta siguruar furnizimin e qëndrueshëm me energji elektrike dhe njëkohësisht për ta mbrojtur mjedisin jetësor. E siguria nuk është vetëm mbrojtje dhe energji, siguria është edhe ujë. Një shtet i sigurt është një shtet që garanton ujë të pijes për qytetarët e tij, për bujqësinë e për industrinë. Në kuadër të sigurisë kombëtare, ne do të investojmë 400 milion euro për të ndërtuar 5 diga të reja. Këto 5 diga të reja do të jenë në Kuqic, në Pollot, në Dragaqin, në Firaj dhe në Desivojc, e të cilat do të mbledhin dhe menaxhojnë burimet ujore. Përmes këtyre investimeve do të sigurojmë furnizim qëndrueshëm me ujë të pijes për gjithë qytetarët, do të rrisim potencialin për bujqësi intenzive dhe do të arrisim rezistencën tonë ndaj ndryshimeve klimatike. Shtylla e dytë, begatia. Siguria që kemi ndërtuar është themeli mbi të cilin po e rrisim begatin. Dhe begatia nuk është premtim, ajo është tashmë realitet i matshëm. Kur e morëm përgjegjësinë për ta udhëhequr vendin ton, bruto produkti vendor ishte rreth 7 miliardë euro. Sot me punë të ndershme dhe politika drejta ka arritur në 11 miliardë euro. Ndërka që projektojmë që vitin e ardhshëm bruto produkti vendor të arrijë 12 miliardë euro. Për secilin vit të qeverisjes ja kemi shtuar nga 1 miliardë euro ekonomisë së vendit tonë. Kjo rritje ekonomike nuk ka mbetur në statistika. Ajo është përkthyer drejt për drejt në rritje të pagave, të pensioneve dhe të mbështetjes për familjet. Ndërsa qeverisja jonë e mirë është garancia e vetme që ekonomia do të vazhdoj me rritjen, me trendin e njëjtë e bashkë me ekonominë të vazhdojnë të rriten edhe pagat, pensionet dhe mbështetja për familjet. Pikrisht duke u rritur ekonomia e vendit ton, me neve në mandatin e ardhshëm, bruto produkti vendor për kokë banori do ta tejkaloj vlerën 10.000 euro. Paga minimale do të vazhdoj të rritet çdo vit, ashtu siç kemi bërë gjatë këtij mandati, kur pagën minimale që e gjetëm 130, përkatësisht 170 euro, në vitin e ardhshëm e sjellim në 500 euro dhe në 425 euro qysh me 1 janar 2026. Ky trefishim i pagës minimale është një ndryshim historik që e ka rritur dinjitetin e punëtorit. Edhe paga në sektorin publik gjatë mandatit ton kanë shënuar rritje mesatare prej 47% dhe kjo rritje do të vazhdoj edhe në mandatin që vjen në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike, duke ngritur pagën mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro në muaj. Ju e dini që pensionet i kemi gjetur 90 euro dhe tashmë i kemi ngritur në 150 euro, pra për 2/3, duke e bërë vendin ton shtetin e parë në rajon, ku asnjë i moshuar nuk jeton nën pragun e varfërisë prej 5 euro në ditë. Rritja e pensioneve do të vazhdoj bashkë me rritjen e buxhetit e veçanërisht me kompletimin e reformës pensionale.